Si qëndron Spaku në këtë protest, pasi patëm dhe një goditje të fundit ku arrestuan ose u shpallën në sak në kërkim, pra u lëshuan fletë arreste për 2 biznesmen të njohur, zotin Ilir Shtufi dhe Artur Shehu. Shiko, parë se janë zhvillime pozitive, por nuk janë zhvillime që më ngrojnë tash. Duhet vinë agjensitë ligjzbatuese të huaja që Spaku të veprojë. Është një lëvizje, sepse nuk janë vetëm 2 emra, janë emra të tjerë që kanë pas kontrollin banesash, dhe unë jam pro një drejtësie të pavarur, pra kush ka bërë manipulime tokat, kush ka bërë pastrim paraje, kush ka bërë evazion fiskal, le të shkojmë brapa hekurave, sepse unë i pagoj taksat të shteti 1/1. Kështu që duhet të pagoj që të gjithë. Por Spaku është shumë i ngadalt. Edhe jam shumë i zgënjur që nga nëntori deri më sot ende nuk ka shkuar mandati i dytë i arrestit për zonjën Palluku. Ende nuk është marrë diramaneti. Edhe këto flet arrestet, nëse do ekzekutohen, nëse do të shkojë deri në fund, do e marrë vlerësimin tim personal. Por deri më sot unë jam skeptik. Domethënë, kemi parë shumë arrestime apo flet arresti, se arrestime ka pas shumë pak, por flet arresti kemi parë shumë. Konfiskim pasurie kemi parë disa, por këto janë rikthyer prapë. Pra nëse ti bën sot konfiskim pasurie, edhe ja jep pas 6 muajsh apo pas një viti kur ka kaluar e gjithë turbullira apo e gjithë ky zjarmi i madh, kjo nuk ka vlerë. Sepse ti po ja certifikon. Nëse ti ja konfiskon pasurinë një herë dhe ja kthen pas një viti apo pas 6 muajsh, ja ke certifikuar. Pra ke jetuar, ka dalë që ka qenë në rregull, pavarësisht se ke menduar që ka qenë gabim, dhe vazhdojmë jetën përpara. Nëse Spaku do të veprojë me forcë, nëse gjykata speciale e vlerëson të drejtë, këto pasuri të kthehen shqiptarëve sepse janë pasuri e shqiptarëve mbi të gjitha. Ndërsa, nëse vazhdon thjesht siç ka vazhduar deri më sot, nuk jam fare optimist. Rigoroz, domethënë, le të shkojë çdo kush mbrapa hekurave. Ne pagojmë taksat, ne duam një Shqipëri ku të gjithë janë të barabartë dhe jo njëri i nënës e tjetri i njerëkës. Kështu që le të presim, por nuk më ngros Spaku deri më sot, me sinqeritet ta them. Spaku deri më sot, për sa kohë nuk po godet pushtetin, mbetet ose do të jetë një maraton shumë e gjatë që shqiptarët nuk kanë kohë të presin. Pra nëse ti sot po heton 2 biznesmen apo kërkon mandat arresti për Artur Shehun, i cili e ka mandatin e arrestit, e ka një mandat arresti sa di unë, por që nuk arrestohet sepse është në azil politik Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe situata do vazhdojë të shtrihet në kohë, pastaj nesër një tjetër, pastaj nesër një tjetër, sepse kështu ishte edhe për Pollum Gjokën, por arrestuan mbasi kaluan zgjedhjet. Pra nëse do marrësh vendime të cilat nuk dëmtojnë pushtetin, Rama do vazhdojë të mbretërojë e shqiptarët do largohen nga ky vend. Nëse pastaj hetimet nuk janë vetëm ato që kërkojnë nga partnerët ndërkombëtar, që thonë këtu stop, kjo do ekzekutuar, atëherë po mund të kemi shpresë. Zotësjo, ju bëri përshtypje që në një kohë në Shqipëri po bëheshin protesta të fuqishme të qytetarëve. Në Gjermani Elisa Spiropali takonte deputet të Bundestagut. Po. Domethënë, unë kam thënë, mos gaboj që në nëntor që ka pasi lëvizje që përson ta merrte Elisa Spiropali. Prandaj edhe Rama nuk e preshton të Elisën, sepse Elisa është personi që vazhdon akoma të flasë anglisht, vazhdon akoma të flasë gjuhë huaj. Prandaj ishte ai përjashtimi i Elisës nga kabineti qeveritar. Sepse ishte propozimi që le të vazhdoj Partia Socialiste ta drejtojë Shqipërinë deri në 2029, por jo me Edi Ramën, me Elisa Spiropali. Edi Rama nuk e pranoi këtë gjë, i kërcënoi, ta ju shkatroi, ju sakatoi, tha. Nuk ka qeveri socialiste pa mua kryeministër. Nga ana tjetër kam thënë këtë gjë që Elisa në shkrimin e parë që bëri pas u përjashtua, i tha në mes rreshtash Edi Ramës, pra një sy i vëmendshëm me kap, ti dhe Belinda do dilni nga politika, ndërsa unë do vazhdoj në opozitë me Partinë Socialiste, sepse plani i parë nuk u realizua, që të ndëroi Rama me Elisën. Kështu që kontaktet akoma të vazhdueshme të Elisës janë kokçarje shumë e madhe për Edi Ramën,
por edhe tregues që me gjaz Partia Socialiste do të përfundojë në duart e Elisës. Nuk do të jetë kaq e forca që është, pa diskutim, por që këto janë shenjat. Elisa ka akoma mbështetje ndërkombëtare dhe është personi më i përshtatshëm për ta drejtuar një parti dhe për ta kthyer drejt socialistëve, për ta vrarë një herë përgjithmonë rilindjen, sepse ishte vetëm një organizatë kriminale që shkatroi ekonominë, që kriminalizoi shoqërinë, sepse edhe këto call center nuk është vetëm trafiku i drogës. Por edhe call centrat po e mësojnë rinin ton si të mashtroj, si të bëj gropën tjetër ekonomikisht. Çfarë bëjnë call centrat në Tiranë? Marrin njerëz telefon dhe i manipulojnë, i gënjejnë për t'i zhvatur. Pra edhe trafiku i drogës, edhe call centrat janë organizata kriminale që po dëmtojnë shoqërinë shqiptare, ta njerëz po mësojnë si të bëjnë dëm, si të vjedhin, si të grabisin qytetarët. Në qoftë se del 2013, fokusi i rinisë dhe i familjeve shqiptare ishte çfarë do marrë fëmia diplomë në shkollë të lartë, çfarë profesioni do marrë. Zoti Eskiu, besoni që pas Mariana Koçekut mund të ketë edhe deputet të tjerë që do dezertojnë nga Partia Socialiste? E besoj, jam i bindur për të gjë që do ketë, sepse e o përmenda Elisa Spiropalin, prandaj nuk e shkarkoj dot. Sepse do vjen ndaj efekti zinxhir. Pra i tha, do të përjashtoj, tha, falë shkarkim, përjashtim. Po fole prap, po bëre çarçaf, do të përjashtoj. Më përjashtoj, tha ajo. Nuk e bëri dot. E ka aty akoma. Sepse e di që nëse do përjashtonte Spiropalin, do vinte një efekt zinxhir tek tjerët. Do jepte një kundërveprim. Prandaj Edi Rama është i zënë ngushtë. Edhe Belinda Balluku. Te mikrofoni protestuesve ka hyrë Belinda Balluku, që është presion direkt nga Edi Ramës, po më le të marr me vete. Pra ka njerëz aty që thonë, jo Belinda në burg, Berisha në burg, ku shkojnë qytetarë të thjeshtë, qytetarë që marrin mikrofonin dhe kërkojnë Rama burg, Belinda burg, janë njerëz të Belindës aty që kontrollojnë mikrofonin dhe thonë, jo Belinda në burg. Pra duket sikur është e çuditshme që si ka mundësi që pushteti është kundër pushtetit, por realisht është luftë njëri me tjetrin. Askush nuk e do askënd aty. Të gjithë duan të hanë kokën njëri tjetrit. Dhe Belinda bën presion ndaj Edi Ramës, i thotë, unë të marr me vete. Në qoftë se të bie ti, do bie edhe unë. Po shpëtoj do shpëtoj edhe unë. Por unë pa ty nuk shkoj në burg. Pra, këta njerëz kanë vjedhur aq shumë, nuk kanë empati për askënd. Kanë vetëm nevojë për pushtet e për para. Por tani po han kokën e njëri tjetrit. Dhe thash, edhe një herë, duket që PS-ja po reagon, nuk është vetëm Elisa Spiropali pa Mariana Koçek. Ka dhe senator të Partisë Socialiste aty që kanë thënë jo, për shembull zonja Artadati nuk e pranoi medaljen. Zoti Arben Male nuk e pranoi medaljen e Edi Ramës. Ditmir Bushati reagon. Petro Koçi reagoi. Pavarësisht se konsideratat e mia për ta nuk janë pozitive. Por ka një reflektim, ka shenja të qarta që në PS gjërat kanë lëvizur edhe do të lëvizin më shpejt në vazhdim. Dhe unë kam thënë shpesh, ditën që Edi Rama do japi dorëheqjen, ditën që Edi Rama do shkojë mbrapa ekurave, shqiptarët do festojnë që të gjithë. Unë besoj që ju keni ndjekur dhe nga afër. Në çdo rrugicë të Tiranës, njerëzit përshëndesin nga lokalet, nga shtëpiat, nuk shikon një fytyrë të mërzitur. Janë të gjithë të emocionuar, të lumtur që rinia po proteston kundër Edi Ramës, sepse të gjithë duan të çlirohen. E kanë mbajtur me frikë për 13 vite, gjithmonë me atë filozofinë perverse, më mirë të më kem frikë se sa të më duan. Prandaj thash se kanë të falur. Por që sot shqiptarët e kanë vrarë frikën. Dhe unë shikoj që në çdo, edhe në blok, që është bastioni i majt, njerëzit janë të lumtur kur shikojnë rinin që proteston. Njerëzit mezi presin largimin e Edi Ramës, sepse askush nuk ka lindur për të qenë skllav i Edi Ramës në këtë vend. Mjaft është mjaft. Albert Camus e thot, çfarë është një njeri rivoltuar? Është një skllav që në moment caktuar vendos thotë jo. Për te kësaj ti nuk më kalon më. Ti nuk më duhet shtypësh mua për gjithë jetën. Dhe prandaj rinia sot thot vetëm jo, vetëm dorëheqje, edhe nuk merret fare me Edi Rama. Edi Rama del bën si gay, bën si budalla, bën si transvestit, se kishte edhe një video si transvestit.
E kështë hedhur vetë, me AI. Pra bën gjithçka për të marrë vëmendjen që t'i ftoj ata në lojën e vet. Pra ky njeri mendon se mund t'i manipuloj, mendon se mund t'i por realisht gjenerata Z është një brez i cili është rritur me teknologji, por është shumë sintetik në komunikim. Nuk ka qef shumë ligjratat e gjata, e stërolluara, etj. Është i prerë, është shumë i përmbledhur. 1 dhe 1 bëjnë 2. Mesazhi është i shkurtër, jep dorëheqjen dhe pik. Dhe thash, është i brez që e do veten, është i brez që është rritur në liri, nuk ka frikë. Dhe thot, kërkesa ime është kjo, çfarë do bësh, po apo jo? Nëse ti thua jo, ne do vazhdojmë akoma. Nëse ti thua po, ne e mbyllim me kaq edhe krijojmë qeveri teknike, zgjedhim qeveri tjetër. Ky kundërshtar po duket shumë i vështirë për Edi Ramën. Sepse Edi Rama është mësuar gjithmonë që ta ftoj kundërshtarin në lojën e vet. Pra të jetë playmakeri apo personi që kontrollon lojën duhet të jetë Edi Rama. Në këtë rast janë studentët. Janë brezi i ri, është gjenerata Z. Prandaj Edi Rama gjithmonë më tepër po precipiton. Pra kur ti shkon ai thuaj që tek Kremin gratë e përdorin për të lyer fytyrën, po mund të përdorin për ndonjë tjetër. Kjo është një sulm seksist, por që degeneron kryeministrin, sepse çdo njeri që shikon, qoftë edhe me militanti më i thekur i Partisë Socialiste, kur shikon kryeministrin në këtë situatë, me këtë shturje goje, i neveritet. I neveritet e vetë thotë, si kam besuar te ky person që është kaq i dobët. Ky ende nuk e shkarkon dot Elisa Spiropalin sepse është i dobët. Dije doli Mariana Koçeku, është për të vlerësuar, sepse është një gjest i kërkesës ose i nevojës për të qenë i lirë. Normalisht që deputeta do duhet të kërkonte të falur për çfarë ka bërë, që ka mbështetur ligjin e shumëgjinive, që është shkatrimi i familjes e shkatrimi i fëmijës, do të kërkonte të falur që ka mbështetur vetë Partia Socialiste, ka votuar kundër SPAK-ut për arrestimin e Belina Ballukut. Por gjithsesi është një veprim që vjen për këtyre protestave dhe tregon që socialistët po reagojnë. Dhe Edi Rama thash, është shumë ngushtë në këtë situatë. E ka kërkuar që në nëntor, ka kërkuar disiplinë parti, ka kërkuar që të jenë gjithë bashkuar, sepse po i ka unë ka thënë do shkatërrohet PS-ja dhe ka drejt të shkatërrohet vërtet, sepse meriton të shkatërrohet, sepse nuk ka mbushur as i premtim, e ka kthyer Shqipërinë në një narkoshtet. Ne shohim vetëm vrasje dhe kriminalët i gjen kundërshtari i vet më shpejt sa i gjen policia e shtetit. Pas 10 vitesh Mojsia Bilaj, që bënte plazh në Borsh, u arrestua. 10 vite për të arrestuar një person që mbush Italinë me drogë. Pra këtu policia vetëm kur partnerët ndërkombëtar vën një kriter të fortë ose një kusht të fortë, të pak ngocjueshëm, atëherë vepron.